ka një punim, të themi shkencor, se ajo nuk ka shkencë, me një agente Macedone e cila vazhdimisht shkruan kundër shqiptarëve, çdo gjatë zezë, të mundshme, mazi se unë ato nuk i kam lexuar më herët, tash më ka ra me i pa. A besoni se neve na ka akuzuar Serbia gjatë luftës se jemi fundamentalist islamik pa asnjë bazë? Na ka akuzuar se na financohemi nga droga pa asnjë bazë, se na kemi qenë shumë të kujdesshëm që kurrën e kurrës mos të bashkëpunojmë, as me islamin ekstrem, edhe pse kemi pas oferta të mëdha prej Iranit, kemi pas oferta miliona, ju keni dhe deklaratat e Fatosklosit në atë kohë, që kanë pas informata se Irani është interesuar që të financoj edhe të dërgoj luftetar gjihadist, por na nuk i kemi pranuar, kur asnjë. Unë e di se ka flitet se shqiptarët merren me drogë, janë ato, ku ta di unë, është rrjeti i tyre i fortë, në Itali, në Belgjik, Francë, Angli, ku ta di unë, mirë po asnjë qasje, asnjë fening prej aty nuk ka ardhur, nuk është financuar, që këtë e them me përgjegjësinë më të plotë. E këto akuzat të Dimalbashës ka stranda të cilat janë bënë në një kohë kur ka qenë fillimi i formimit të gjykatës speciale, kur kanë dalë ato deklaratat e para të Carla Del Ponte për shtëpinë e verdhë, kur kanë dalë akuzat e Dick Martit, një senatori këtu në Zvicër, që nuk jeton më, edhe të njëjtën kohë kanë dalë edhe ato, kjo është një ngjarje shumë e keqe, një ngjarje shumë e rëndë për Kosovën, kjo s'është dashur më ndodh në asnjë rast, po ja se na duhet përballë edhe me këto gjëra. Ky është fati ynë. Zoti Rexhen, ajo që nuk kuptoj është si ka mundësi që ka mes nesh edhe njerëz të tillë që shiten kaq shpejt edhe për pak gjë. Së pari dhe së dyti, a mendoni që ka ndonjë lidhje që kemi këtë debat tani për UÇK-n në një kohë kur presim që në fund vitit kemi mbylljen e procesit në Hag? Pra, është rastësisht kjo që ndodh tani? Po nuk e di insistimi i vetëvendosjes i Albin Kurtit për këtë njerë për ta promovuar si kryeparlamentar, apo ata tjerë që kanë dosje dhe më të këqija se Dimalbasha, sepse këta po flasin për Albulena Haxhiun. Albulena Haxhiu vazhdimisht e ka thonë kriminal, publikisht në kuvend i ka thonë Kadri Veseli sa ishte kryetari i kuvendit. Dhe kur i thoshte kriminal, e kishte akuzonte për krimet luftës, e jo për diçka tjetër, se Kadri Veseli s'është i njoftën se është marrë me diçka tjetër. S'është i njoftën për asnjë aferë, për kur gjë se ai nuk ka pas kur far pushteti. Me posti më i madh i tina ka qenë kryetari i parlamentit. Parlamenti ka buxhetin shumë të kufizuar, nuk jep tendera, nuk jep. Ai është faktikisht është vetëm një Ciceron apo si thënë një Fols. Në aty edhe nuk e ka pas asnjë mundësi edhe me dashur me vjedh. Asnjë kryeparlamentar në Kosovë nuk akuzohet për hajni se është e pamundshme, se s'kan jetë. Ndërsa përposa asaj, Albulena Haxhiu e ka një familjar dënuar me burg për jetëshëm në Maqedoni për terrorizëm. Edhe ju e dini për shembull nëse përcillni biografinë e saj. Gjatë 4 viteve sa ka qenë ajo kryetare e parlamentit, asnjë kryetari i parlamentit cili do shtet demokratik nuk e ka takuar. Por këto gjëra më lejoni t'ju them edhe anën tjetër që ka edhe kunatin tjetër që është me vetëvendosjen është mjaft, domethënë i drejt për drejt fort. Për Dardanin e kam fjalën. Dardani tash është kthy, po ai ka qenë dhe më ekstrem se këta tjerë. Unë kam akuza që i kam kërcënime se ka thonë se në lul të ballit do të qelloj me revolver rastin e parë kur takon Prishtinë. I kam ato, i kam skanume. Ai ka qenë shumë. Po, kur ishte pjesë e vendosjes, ai ishte më ekstrem se këta tjerë. Kam kërcënime prej burrit sajna, prej Albanit, i cili tash e keni pasë çka bën ai në KQZ atje. Po, ata nuk dia dini unë në Shqipëri, po ata kanë vrarë bashkëfshatar ditën e zgjedhjes në fshatin e tyre. Kanë vrarë vetëm se kanë votu për kundër vetëvendosjes, ku ta di unë se ata janë ashtu për nga natyra. Ata shumica janë nëpër burgje, janë të akuzuar, mi kalojnë nëpër ato gjëra, po për fat mirë, unë vi për një familjes ku jemi shumë të fortë na. Edhe kërcënimet e tyre as nuk i kam marrë seriozisht. Se jo se na e zbatojmë kanunin në Kosovë Veriu.
Po kur je shumë i fortë, kur ke shumë vllazën, kur ke ata janë qyçar, ata vrasin njerëz në ditën e votimit, me siguri janë për ndonjë familje aty, se njihen, janë të njëjtit fshat. Ose